Mënyra se si bëhet dezinformimi është pjesë e një lufte gjerë hibride e cila domethënë nuk bëhet vetëm nga institucionet në këtë rast Serbisë. Ne kemi parë që përveç institucioneve të Serbisë që janë prisë të kësaj propagande, të cilat prej presidentit Vučić e më poshtë çdo status tyre që kanë të bëjnë me Kosovën, ose çdo publikim tyre që ka të bëjë me Kosovën, bëjnë dezinformim duke thënë që Kosova nuk është shtet, që Kosova ka institucione të përkohshme, që Kosova është pjesë e Serbisë, pra që po bëhet një luftë speciale ndaj serbëve në Kosovë, krizë humanitare ndaj serbëve në Kosovë, pra shumë tjera nuk bëhen vetëm nga institucionet e Serbisë. Dhe kjo sesoj është pak problematike që institucionet e Kosovës të merren vetëm me të gjithë propagandën që bëhet. Megjithatë, kjo propagandë nuk ndalet këtu. Pra kemi vërejtur shumë profile të ndryshme, edhe të shtetarëve, edhe të aktivistëve, edhe të analistëve, por edhe të botëve, të cilat janë programet që komentojnë në mënyrë automatike. Pa nuk është një person mbrapa tyre. Janë akonta që komentojnë në mënyrë automatike në çdo lajm, në çdo publikim i cili fol ose tregon sukseset e Kosovës dhe hyn ndoshta edhe me një koment shumë të shkurtër që Kosova është Serbi ose që Kosova po bën luftë ndaj serbëve në Kosovë. Serbt kanë një ushtri tërë të botëve, cilët ne mund të thëmë të vërtetën tonë, mirë sasia e tyre, komentet e tyre është shumë e madhe dhe kësaj tek një person i tretë është ndoshta mund të ketë ndikim edhe më të madh se sa e vërteta jonë, pasi ai nuk e din cila është e vërteta. Ndërsa nëse përdorim këtë grokun, atëherë ai në një mënyrë shumë të strukturuar e tregon të vërtetën dhe është një le të themi një institucion i cili ka një besueshmëri shumë të madhe se sa që shkruajmë secili prej nesh. Pra e kemi një armë shumë të fuqishme, cilën kur bashkohet me vërtetën e cila është në anën tonë, atëherë mund ta bëj diferencën në këtë luftë.